Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tuaj të preferuar gatime për fillestar. Sot do t'ju tregoj se si përgatis unë makaronat të freskët në shtëpi, vetëm me pak përbërës të thjeshtë. Nëse edhe ju nuk keni makaronat të gatshëm në shtëpi, kjo recetë është shumë e lehtë dhe rezultati është i mrekullueshëm. Hajde fillojmë. Fillimisht në sipërfaqen e silikonit për hapjen e brumit hedh 300 gram miell dhe krijojmë në mes një grup të vogël. Pas i shtoj 3 vezë dhe me ndihmën e një pirunit filloj i ra lehtë, duke i përzier gradualisht me millin anash. Kështu brumi fillon të bashkohet ngadalë derisa ta kemi sa më të lehtë për ta punuar me dorë. Pasi vezët e mielli u bashkuan mirë, fillova ta punoj brumin me duar derisa mori formën e një topi. Në këtë fazë i shtova edhe pak krip për shije, më pas vazhdova ta nxjesh brumin dhe për disa minuta derisa u bë elastik dhe gati për hapjen tjetër. Pasi e pastroj sipërfaqen e punës, i lyej dur pak me vaj ullire. Meqense po përdor miell pak më të errët, brumi është pak më i vështirë për të punuar, krahasuar me miellin e bardhë. Për këtë arsye, vaji i ullirit më ndihmon ta punojmë sa më lehtë. Më pas vazhdoj ta nxjesh brumin me duar për rreth minuta derisa të bëhet i butë, elastik dhe me një sipërfaqe të lëmuar. Tani që brumi është gati, filloj ta tholloj me thullues. E hap gradualisht duke rrotulluar her pas here që të fitoj një trashësi sa më të njëtrajtshme. Ka nevojë të jetë shumë i hollë menjëherë, ndaj e punoj me kujdes derisa të arrij trashësinë që dua për makaronat. Pasi provova disa mënyra të ndryshme, gjeta një metodë shumë të thjeshtë për të dhënë makaronave pak më shumë formë. Përdora një mjet kuzhine që zakonisht shërben për të kapur ushqimet e nxehta, ose unë për ndryshe po e përdor për të krijuar sipërfaqen e teksturave të makaronave. Pastaj thjesht e shtypa lehtë mbi secilën copë brumi dhe u krijuan këto rrafët e vegjël. Nuk ishte e nevojshme të rrotulloja kështu fare, por mbase ishte hera e parë për shit edhe në video, kam provuar shumë lloje të ndryshme të formave, derisa kam rënë në një formë të bukur. Dhe nuk është një hap i domosdoshëm, por u jep makaronave një pamje shumë të bukur dhe më interesante. Dhe ja rezultati i parapërfundimtar, sepse me të fundit do të shkoj me zjerjen. Tani kalojmë tek zjerja e makaronave. Fillimisht si çdo herë zjerjen e ujit me krep dhe pak vaj e kam zjer më përpara derisa ka vluar. Pas kur uji ishte gati, i kam shtu makaronat dhe pastaj e kam ul temperaturën nga 9 deri në 6 dhe i kam lënë që të ziejnë për 10 minuta. Dhe ja rezultati përfundimtar. Unë vendosa t'i përzij makaronat me një sallatë të freskët dhe doli një kombinim shumë i shijshëm. Nëse dëshironi ta provoni edhe ju rekomandoj ta bëni. Gjithashtu së shpejti do të publikoj edhe videon ku ju tregoj hap pas hapi se si e kam përgatitur këtë sallatën. Prandaj mos harroni të më ndiqni që të mos e humbisni. Faleminderit që më ndoqët videon, nëse ju pëlqeu bëni like dhe koment dhe abonoheni për më shumë receta të reja nga unë. Mirupafshim.